Gjykata e Tiranës shpalli fajtor Arsen Muskurtin për vrasjen e të vëllait dhe të kunatës Dritan dhe Nora Muskurti. Ngjarja ndodhi mesditën e 30 gushtit të vitit 2022, ku Arsen Muskurti hyri armatosur në agjencinë turistike, e cila ishte në pronësi të vëllait të tij Dritan Muskurti. Ai qelloi për vdekje Dritanin dhe kunatën Norën, duke shkaktuar një troditje të madhe në komunitetin lokal dhe një situatë paniku mes klientëve dhe punonjësve të agjencisë. Hetimet e prokurorisë zbuluan se motivi i ngjarjes ishte një konflikt i gjatë familjar i cili kishte nisur që nga viti 2017. Arsen Muskurti deklaroi përpara hetuesve arsyet problematike të vazhdueshme me të vëllain, të cilin e akuzon se shantazhonte jo vetëm atë, por edhe prindërit e tyre. Me Dritanin dhe Norën kanë pasur problematika të vazhdueshme që për vitin 2017, sepse ai nuk pranonte të jepte llogari dhe shpesh më kërcënonte. Për këtë shkak, kanë bërë edhe kallëzim në komisariat. Sipas hetimeve, dita e ngjarjes përkonte me një fletëthirrje nga gjykata që kishte mbërritur Arsen Muskurtit, pasi Dritan Muskurti kishte kërkuar urdhër mbrojtje ndaj tij. Konflikti i dy vëllezërve kishte përfshirë edhe mosmarrëveshjet financiare, për të cilat Muskurti pretendonte se ishte mashtruar nga i vëllai. Në ekspertimin e disa firmave dhe dokumenteve të lidhura me paratë pretenduara, pas krimit autori u largua nga vendngjarja në Këmbë Dhuaratis për disa orë, derisa u kap nga policia e kryeqytetit. Gjatë kontrollit në vendngjarjet banesës së tij, policia gjeti armë, zjarri, municion dhe mjete për armbajtje pa leje, të cilat u sekuestruan si provë shtesë. Gjykata vendosi dënim me burgim të përjetshëm, e cila do të fillojë nga data e arrestimit me 30 gusht 2022 dhe do të kryhet në një institucion të sigurisë së lartë, duke reflektuar rrezikshmërinë e veprës dhe autorit.